Mbi 300 hektar me kultura të ndryshme bujqësore vijojnë të mbeten në ujë në fushën e Maliqit. Situata më problematike paraqitet në zonën torfike, ku sipas autoriteteve vendore, përmbytje dhe djegjet natyrale kanë sjellë ulje të nivelit të tokës në qindra hektar. Nënkryetari i Bashkisë, Eridion Rustemi, shprehet se për të shmangur situata të tilla nevojiten investime të mëdha në sistemin kullues dhe vaditës. Aktualisht ne kemi rreth 300 hektar akoma në ujë, është pjesa fundore e zonës torfike në fushën e Maliqit. Është një zonë e cila nga digjet që ka pësuar ndër vite, ka rënë në disnivel rreth 5-6 metra nga niveli kryesor i lumit Devol apo lumit Dynavecit. Mes fermerëve të prekur janë dhe Arben Beqari e Bardhyl Beqiraj nga fshati Vreshtas, të cilët thonë se kanë humbur pothuajse të gjithë prodhimin bujqësor të mbjellë në këtë sezon. Sipas tyre, përmbytjet kanë lënë pa të ardhura edhe shumë familje të tjera të zonës. Këto toka kanë qenë të mbjella, u mbytën, siç ishte ajo përmbytja e madhe. Edhe tash do të detyrojmë prapë, ne kemi për t'i mbjellë prapë investime do bëjmë. T'i mbjellë prapë, po ja nuk ym dot. Nuk ym dot edhe s'ma kjo pjesa që është, tërë kjo pjesa aty, sa më tutje, po janë këto grupa, ne nuk ym dot që të kalojmë blokun. Ja atje diçka më tutje, është 1 hektar me misër. Ja atje tutje, 1 hektar me misër, ka ngelur misër, nuk ym dot ta marrim u prish. Këto janë dëmtuar ku 500 sa familje. Po kemë pasur dhe toka tjera, ma mos e bëjmë dhe kështu që janë mbytur dhe ato ande jo. Ama kjo pjesë të këtu dhe ande, janë gjitha mbytur këto pjesë. Nuk majnë të provim, kanë një qënë të mbjella grurë, elpë, pesherë, dhe këto janë mbytur, nuk mund të merë me provim atje. Përmbytjet në fushën e Maliqit nisën pas çarjes së 2 argjinaturave të lumeve Devol dhe Dunavec në dhjetor të vitit kaluar, ku përmbytën mbi 4.000 hektar tokë. Edhe pse kanë kaluar 5 muaj nga ngjarja, mbi 300 hektar vijojnë të mbeten ende në ujë.